kemi menduar, kemi frymuar Shqip, duke falendëruar këtyre dy njerëzve që kanë qenë, domethënë, në anën e kundërt të ish Jugosllavisë, dhe nga baba imi, cili ka qenë një njeri i mrekullueshëm, dhe nga vllau imi, i cili ishte profesor i gjuhës shqipe dhe i cili ishte brymosur tek vëllezrit tanë, i cili për fat keq nuk jeton më, ka ndruar jetë para 2 viteve. Ka qenë një njeri i madh, po ashtu një themelues i lidhjes demokratike, i ushtrisë shërimtare të Kosovës, zëdhënës i ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe nga celulat e para në fshatin e tij, dhe i cili për fat keq ka humbur jetë para 2 vite, dhe e kishte brymosur ato idetë patriotike, nacionaliste në familjen tonë, kështu që sigurisht ishte mburrje dhe krenari e familjes, apo jo? Faleminderit shumë që e ndave me ne këtë kujtim. Ke akoma gjëra tjera. Këtu, me thotë vërtetën, shumë kujtime nuk kanë gjetur, sepse lufta i ka shkatruar kujtimet e para luftës, dhe më është dashur të sjell të pas luftës, sepse familja ime, si shumë të tjera, ka përjetuar shkatërrime të mëdha, djegje shtëpish e tjera. Kjo është një kartolinë, të cilën e gjeta aty dhe domon nuk dija çfarë të merrja, është një kartolinë e një profesori italian, ku kam qenë trajnim te ai, dhe kam bërë punën shkencore të magjistraturës, të cilën kam mbaruar në Zagreb, dhe kam pas të regjistruar para lufte, dhe nga Tirana, unë shkova tek ky person që aty më dërgoi një profesor imi i Shqipërisë, Spiro Cirko, dhe ky më priti jashtëzakonisht mirë si djalin e tij. Ky profesor nuk jeton më, quhet profesor Antonio Pezzano, ka qenë shef i kardiologjisë në spitalin një Guarda Cagranda Ospedale Maggiore di Milano, dhe ospitali i madh i Milanës, i cili me ka dashur si djalin e vet, dhe i cili për çdo vit të ri më dërgonte derisa ka qenë gjallë kartolina. Dhe këto kartolinat e vjetra, dhe më shkruante këtu në italisht që i dashur Gani të dëshiroj të gjitha të mirat, të dëshiroj një vit të ri të suksesshëm, e uroj familje. Ma vazhdonte me kartolina. Me kartolina. Dhe kjo është kartolina e fundit që më ka shkruajtur në vitin 2004. E kujtoj me malle, me krenarie, me... Më ka dashur si djalin e vet. Si është kur takon njerëz tillë që një farë mënyrë t'japin një afërsi? Unë nuk e di pse, nuk di me shpjegu, ndoshta edhe di me shpjegu, po nuk më takon mua ta them, po unë në jetën time kam takuar shumë njerëz që më kanë ndihmuar fort. Fort më kanë ndihmuar në Kosovë, Shqipëri, në Suedi, në Itali, në Francë, në Poloni, kudo që kam qenë, në Kroaci, të cilët më kanë dashur dhe më kanë ndihmuar shumë, sepse njeriu vetëm nuk mund të rrijë asgjë. Në qoftë se dikush thotë se unë i kam bërë gjitha këto, vetëm sepse kam qenë i mëshëm, ai është i gabuar, se pa ndihmën e dikujt, pa mbështetjen e njeriu, dhe unë ja u kam kthyer besoj këtyre të gjithëve, sepse i kam mbështetur fort. Ua ke kthyer? Ja u kam kthyer jo atyre, apo e kam kthyer të tjerët, se ti nuk mund ta kthesh te mësuesi yt ai. Nuk ka nevojë për ty më. Por e kam kthyer 100% besoj tek të tjerët, sepse pa modesti po e them se është një armatë e njerëzve në Kosovë, të cilët në aspektin shkencor dhe profesional kanë pasur të gjitha dyert e hapura te unë, pa trokitur fare. Faleminderit shumë për këtë kujtim bukur. Dhe një kujtim tjetër është një badge, apo si i thonë këtij, të shoqatës së kardiologëve të Kosovës. E dua këtë shoqatë shumë, sepse jam rrit me ta, domethënë jam kryetari i shoqatës më shumë se 5-16 vjet. Dhe si të thuash, këtë logo e kam dizajnuar unë, në fakt të ka dizajnuar Muamer Ibrahimi, Trimi, i cili këtë logo në shoqatës unë, i cili ka qenë dizajneri edhe i flamurit Kosovës, që është sot, por këtë e ka dizajnuar përpara se të ishte dizajner i flamurit Kosovës, e ka mik, e ka bën një logo jashtëzakonisht mirë me artën e Kosovës. Kjo ka qenë e dizajnuar